që të katërt akuzuarit janë në sallën e gjyqit. Do të vijojmë sot me dëshmitarit të mbrojtjes së Thachit, D003, përpara se të fillojmë me dëshminë e dëshmitarit, ka disa aspekte paraprake që dëshiroj të trajtoj. Së pari, në fakt kam disa urdhra me gojë. Së pari, në dokumentin F032216, trupëgjykues pranoi si prova gjyqësore transkriptet e incizimeve nga objekti paraburgimit të datës 3 shtator 2023. Këto transkripte morën numrin e provës materiale P03660. Në dokumentin F03233, ZBS-ja kërkoi që versionet e rishikuara të këtyre transkriptet të zvendësonin transkriptet që ishin dorëzuar përpara dhe të pranoheshin si prova gjyqësore. Versionet e rishikuara të transkripteve të 3 shtatorit 2023 u nxorën më 4 qershor 2025 në paketën e materialeve 1706. A ka ndonjë kundërshtim nga palët për zvendësimin e transkripteve? Nga mbrojtja ka ndonjë kundërshtim? Mishëtit që jo nuk kemi kundërshtime. Në rregull, ekipet e mbrojtjes nuk kanë kundërshtime, po mbrojtësi viktimave? Sajmolos, jo nuk kemi kundërshtim. Pasi morën parashtrimet e palëve dhe pjesëmarrësve, trupi gjykues urdhëroi që transkriptet e provës materiale F03660 të zvendësohen në versionet e rishikuara që kanë dalë në paketën e materialeve 1706. Me kaq mbyll urdhrin e parë me gojë. Second, Së dyti, në vendimin F03456, ZBS-ja kërkoi që parashtrim protokolluar F03241 të riklasifikohet si publik dhe njoftoi se nuk kishte kundërshtime që materiali F03456 të riklasifikohet si publik. Rrjedhimisht në bazë të rregullës 82, paragrafi 5 i rregulloris, trupëgjykues urdhëron që materialet F03241, 03456 bashkë me përkthimet përkatëse të riklasifikohen si publike. Me kaq mbyll urdhrin e dytë me gojë. Së treti, në bazë të paragrafit, në bazë të paragrafit 39D të vendimit mbi kërkesën e mbrojtjes së Thachit për pranimin e dokumenteve përmes mocioneve jo gojore, konkretisht është parashtrimi F03467, mbrojtja e Thachit na njoftoi me email të premte në javën e kaluar se nuk ka kundërshtim që të riklasifikohet si publike provat materiale të propozuara konkretisht me numër 019701, 019714, faqet 019711 deri në 019712, që janë pranuar në atë vendim. Ka ndonjë kundërshtim për riklasifikimin e këtyre materialeve? ZBS-ja ka ndonjë kundërshtim? Paç jo. Mbrojtësi viktimave? Sajmolos jo. Atëherë nëse nuk ka kundërshtime, më falni, po nga ekipet e mbrojtjes? Jo, në rregull. Në rregull, atëherë urdhërojmë që materiali 019701, 019714, faqet 019711, 019712, bashkë me përkthimet përkatëse, të riklasifikohen si publike. that concludes the oral order. Ka urdhra me gojë kisha. Tani do të vazhdojmë me dëshminë e dëshmitarit 1DW003. Ju lutem sillni dëshmitarin në sallë.
Good morning, witness. Mirëmëngjesi dëshmitar. Dëshmitari mirëmëngjesi. Do të vazhdoj me dëshmin tuaj. Ju rikujtoj të përgjigjeni pyetjeve qartë me fjali të shkurtra. Në qoftë se nuk e kuptoni një pyetje, lirisht kërkoni që pyetja të përsëritet ose thoni që nuk e kuptoni që ta sqarojmë. Gjithashtu ju lutem na thoni bazën e dijenis suaj lidhur me faktet dhe rrethanat për të cilat do t'ju bëjmë pyetje. Ju rikujtoj se jeni ende në betim për të thënë të vërtetën, sikurse vetë e thatë përmes betimit solem. Flisni pra mikrofonit dhe prisni 5 sekonda përpara se të përgjigjeni, si dhe flisni ngadalë për përkthyesit. Në çdo moment që keni nevojë për pushim, na njoftoni dhe do të bëjmë organizimet përkatëse. Gjithashtu, sa i takon përfaqësuesve së SBA-s, faleminderit që jeni sërish këtu me ne sot. Ju rikujtoj se në çdo moment që keni nevojë të flisni me dëshmitarin apo keni nevojë të flisni me trupin gjykues, ngrini dorën dhe do t'ju japim lejen përkatëse. Do të vazhdojmë me pyetjet nga gjykatësit. Gjykatësi Gaynor ka pyetje për ju. Gjykatësi Metroi mbaroi pyetjet e veta. Tani ka fjalën gjykatësi Gaynor. Faleminderit. Mirëmëngjes zoti Rubin. Unë do t'ju bëj disa pyetje të tjera lidhur me pozicionin de facto që ka pasur zoti Thaçi në Rambuje, si dhe veprimet e tij në Rambuje. Po për të bërë këtë do kërkoja që sekretaria të nxirrte në ekran videon 128790102 dhe ta shohim nga segmenti kohor minuta e 44 fiks deri në 46:40. Zoti Rubin, kjo është pjesë e një dokumentari që më duket se është transmetuar në vitin 2000, që thot e ka transmetuar BBC-a, dhe thot lufta morale, NATO-ja në luftë. Do ta shohim, raporter ka qenë Alan White, kështu që do ta shohim ty të bëj disa pyetje lidhur me këtë dokumentar. Albanian delegation. Fokusi ishte tek delegacioni shqiptar. Ata kishin zgjedhur një person pa përvojë të ri, si udhëheqjen e tyre Hashim Thaçin. I tërë delegacioni e nxiti ta pranonte, pa i refuzoi sepse marrëveshja nuk kishte përfshirë asgjë lidhur me pavarësinë. Delegacioni emëroi Thaçin si drejtues, duke mos e ditur se mund të ktheheshin në të burgosurit e tij. Ishte një e shkëlqyer nga të gjitha anët, me përjashtim të Thaçit, që ishte shumë i prerë. Dhe tha, jo, Thaçi ishte shumë i prerë dhe delegacionit, duke thënë, shikoni, ky dokument, ky formulim i këtij dokumenti është tërësisht i papranueshëm. Të përdorim gjuhën, gjuha mund të kuptohet si kërcënuese. Kushdo që nënshkruan tani, unë do ta trajtoj atë ose ta konsideroj si armik. Si armik të kombit. Ka pasur një Okej. Zoti Rubin, a kam kuptuar unë drejt që këta dy zotërin që pam ne që po flisnin janë dy antar jo të UÇK-s që kanë qenë në delegacionin në Rambuje? Përgjigje, po kështu e kam kuptuar dhe unë. Pyetje, i njihnit ju ka dy persona? Përgjigje, zotin Surroj, po. Pyetje, a e dinit ju, kishte dëgjuar gjë ju që zoti Thaçi pas ka bërë kërcënime të qarta ose të thorazi ndaj tyre? Përgjigje, ta ndajmë pak kërcënimin fizik nga kërcënimi moral. Jo, nuk kam qenë në dijeni të ketë pasur ndonjë kërcënim fizik, por e di që ka qenë ka pas presion ideologjik pro ose kundër pavarësisë. Sepse kjo ishte kryesore për lëvizjen. Kjo ishte kryesore për lëvizjen gjatë luftës. Kështu që edhe Madeleine Albright e ka kërcënuar Hashim Thaçin. E ka kërcënuar dhe i ka thënë, po nuk nënshkrove. Po i le njerëzit të pambrojtur nga serbët. Dhe sigurisht më pas gjova që
është kërcënuar dhe zoti Demaçi, që ishte personi kryesor, dhe unë dua të shtoj diçka këtu. Dje më bët shumë pyetje për zotin Demaçi, dhe unë nuk u përgjigj për diçka të rëndësishme. Ky është një person me status në lëvizjen e tyre. Ky është ekuivalenti i Nelson Mandelës madje, që ishte burgosur për shumë vite dhe kishte një pushtet moral të jashtëzakonshëm ndaj lëvizjes për çlirim. Pra, kërcënimet nuk kanë qenë fizike, se ju përdorët fjalën kërcënim dhe unë po përpiqem të jem sa më i qartë. Kryegjykatësi, zoti Rubin, po shkoni përtej objektit të pyetjes. Ju lutem, përgjigjoni pyetjes. Përgjigje në rregull. Gjykatësi Gaynor, ta sqaroj unë. Unë thash kërcënime të drejtë për drejta apo të tërthorta, nuk thash fizike. Në rregull, vazhdoj me videon, të shohim edhe një pjesë tjetër të videos. Vazhdoni aty ku e lam dhe ndaloni në sekondën e 46, ju lutem. Ishte ndër intimidimi i Thaçit, nuk e ndaloi luftën sa i takon luftës mes së tij dhe sponsor ndërkombëtar. Ai ka qenë dikush që ishte një antar i ri i delegacionit, pak a shumë mosha ime, sigurisht që kryam një lidhje të natyrshme, madje unë ngacmoja her pas here, se i thoja ti mund t'jesh më i mirë për një film Hollywood, edhe ai i merrte me pozitivitet këto shakat të mijat. Ngacmonim njëri tjetrin, bënim shaka me njëri tjetrin. Thaçi nuk ju përgjigj. Amerikanët kërkuan Madeleine Albright, e cila mbriti. Vazhdoni. Absolutely focused on getting a yes. Dhe duhet të merrte një po nga Thaçi, ajo qëndroi 4 ditë me të. Kur shkuam atje, ishte e qartë që zoti Thaçi ishte një lloj lideri. Dhe e krahasuam me Gerry Adams. Ajo këmbguli që ai të bënte një zgjedhje simbolike, mbasi ai ishte një udhëheqës që kishte një qëllim, por mund të ishte pjesë e një zgjidhje politike të pjesërisht ata që e pëlqeu. E pëlqeu iden që po e nxisin. Do ndalojmë këtu. Zoti Rubin, dua t'ju pyes për deklaratat e sekretares së shtetit, Madeleine Albright, ku me sa duket, ose pak nëse kuptoj unë, ajo i referohet zotit Thaçit pa dyshim si një lider. Nuk drejtohet Adem Demaçit. As nuk thot që zoti Thaçi është një lloj ministri jashtëm, por ajo thot ai është lideri, udhëheqësi. A mund të komentoni lidhur me këto përgjigje? Po. Unë mendoj se ajo ka zgjedhur me shumë kujdes fjalët e saj, sepse këtë punë bëjnë sekretarët e shtetit sikurse bëj dhe unë. Ajo nuk tha lideri, po tha një prej liderave. Dhe ka një dallim të madh këtu. Kur thua lideri, është në njëjës. Po lider në këtë kontekst, ajo e krahasoi me Gerry Adams, dhe ky është një krahasim shumë i rëndësishëm. Lideri i një grupi që urojmë të udhëhiqte kombin e tij drejt rrugës së lirisë, një drejtues, një udhëheqës. Kjo është fjala që ka përdorur dhe presidenti Clinton me të, Madeleine Albright edhe unë. Ne donim që ai të kthehej në një udhëheqës, udhëheqësi një kombi që më pas do të ishte me shpresë i lirë. Me që më pyetët për shprehjen dhe ju thatë lideri, unë po ju korrigjoj. Se unë e dëgjoj që tha një drejtues. Kështu e konsideroj dhe unë, si një drejtues të një grupe, jo drejtuesi, por drejtuesi një delegacioni që ishte zgjedhur nga delegacioni shqiptar. Në atë takim, a ishte një person si kryetar, si kryegjykatësi, po një drejtues, një udhëheqës. Ai nuk është gjykatësi, ishte një prej, kishte një pozicion udhëheqës, pra në rambuje. Pra, dhe nëse ka thënë udhëheqësi i delegacionit, kjo është e saktë, por ama do të bërë një dallim i madh. Sepse ajo kërkonte aty të kërkonte aftësi udhëheqëse. Këtë donim ne prej tij, të udhëhiqte njerëzit e tij, t'i largonte nga përdorimi i dhunës, t'i çonte drejt rrugës së paqes.
Dhe kjo është e vështirë, dhe këta njerëz duhet i frymëzosh. Dhe unë besoj se këtë ka dashur të përcjellë ajo në mesazhin e vet. Edhe unë besoj se ato e njihja shumë mirë. Gjykat Sigejnor, faleminderit. Do ndroj pak temë tani. Me sa kuptoj nga dëshmia juaj këto 2 ditë, ju keni dalë në disa përfundime sa i takon strukturës së UÇK-s dhe linjës së komandës dhe kontrollit brenda UÇK-s, bazuar kryesisht në komunikimet tuaja me udhëheqjet e UÇK-s në Rambuje dhe më pas në 72 orët që kaluat në verën e 99-s, gjatë kohës që keni qëndruar me komandantët e zonës. Përgjigje po. Pyetje. Gjatë ndërveprimeve tuaja me ta, a pa ty që të kishte komunikime mes komandantëve të zonës dhe shtabit të përgjithshëm? Përgjigjet, në qoftë se do i kam vënë rez, do të isha në gjendje të diskutoja. Pyetje, po në nivel brigade, keni parë në një komunikim me shkrim? Përgjigje. Edhe nëse do t'i kem parë komunikime të tilla, sidomos duke pasur dhe pranin e koleges nga SBA-ja, këtu nuk do të isha në gjendje të komunikoja. A keni parë komunikime mes bataljoneve? I should say, Më duhet bëj një përjashtim këtu. no such things as Me sa pash unë, nuk ka pasur batalione, brigada apo njësi në UÇK. Nuk besoj se ka ekzistuar nga pikpamja ushtarake ky lloj organizimi. Dhe nga ato që kam parë unë, asnjëherë nuk më çoi të mendoja që ekzistonin struktura të tilla. Mund të kem parë gjëra për UÇK-n që mund të diskutoj, por mund t'ju them që s'kam parë asgjë që përshkruan batalione, brigada, njësi, siç duhet të jenë si rregull në divizione në ushtri apo në regjimente që kemi parë ne në perëndim apo çfarë konsiderojmë ne një strukturë formale. Në dienin tonë nuk ka ekzistuar diçka e tillë. Sipas jush, UÇK-ja operonte apo kishte apo nuk kishte polici ushtarake? Unë e di që kishin uniformë. I was aware that they had uniforms, some of them. E di që kishin uniforma, disa kishin, disa nuk kishin, sikurse e patë edhe dje në video, disa kishin uniforma, disa nuk kishin uniforma. Ne nuk e konsideronim ata si polici ushtarake, apo komandant të brigadave, apo shtabi përgjithshëm. Këto që përshkruani ju, ne nuk kemi parë. Pyetje. Keni parë ndonjë ushtar që kishin emblemën PU në krahun e tyre? Përgjigje, dhe mund t'i kem parë, por nuk më kujtohet. Pyetje. Sa i takon publikimeve apo komunikatave që drejtonte nxirrte shtabi i përgjithshëm, keni pasur ndonjëherë shans të shihni komunikata që nxirrte UÇK-ja në shtyp? Përgjigje, kam lexuar shpesh komunikata, por i kam konsideruar më shumë një përpjekje për ta bërë UÇK-n më të rëndësishme nga ç'ishte në realitet. Për mua nuk ishin asgjë përveç se manipulime. The speakers kindly ask. I will. Your conclusion that the KLA was Kur dolët në përfundimin tuaj dhe thatë që UÇK-ja është kaotike, e që organizuar, pa një strukturë të mirë fillt. Ndonjë në departamentin e shtetin, me sa keni ju djeni, a ka bërë një analizë të mirë të sa i takon komunikatave të UÇK-s në nivel brigadash, komandantëve të zonës, me sa keni ju djeni? Përgjigje. Unë kam pasur shumë autoritet nga sekretarja e shtetit. Dhe nëse do e kërkoja këtë informacion, nuk do ma mohonte askush. Unë kam parë shumë materiale, i kam rishikuar, edhe këto që përshkruani do të ishin informacione prej zbulimit. Edhe unë do të jem shumë i kujdesshëm të jap hollësi lidhur me këtë, por po përsëris edhe një herë. Nuk kam parë asnjë dokument, pakti me sa më kujtohet mua, që të përshkruante ndonjë analizë të strukturës
Unë nuk po them që s'ka ekzistuar fare strukturë. Por kishin më shumë grupe, klane, por jo strukturë formale ushtarake. Nëse do kishte ekzistuar në një informacion e tillë, sa i takon analizës së aftësive të tyre ushtarake, atëherë ky informacion do të ishte informacion inteligjencë që unë me siguri do ta kisha ditur. Po përpiqem të përgjigjem pyetjes suaj dhe e di që po shtjelloj më shumë se ç'duhet, po këto janë çështje shumë komplekse dhe unë nuk mund t'i përgjigjem ju thjesht me po ose me jo. Pyetje. Do të kaloj në një temë tjetër. Ju folët për shqetësimet që kishit ju sa i takon hakmarrjes ndaj serbëve. Edhe disa dëshmire sa i takon pretendimeve se UÇK-ja ishte përfshirë në trafikim lëndësh narkotike dhe trafikim organesh. Unë do ta le këtë për një çast më njam, po dua të fokusohem për personat që janë zhdukur. Dhe sidomos për personat që janë parë për herë të fundit kur kanë qenë ndaluar nga UÇK-ja. Kur keni komunikuar me zotin Thaçi në 99-ën apo Rishtazi? E keni diskutuar ndonjëherë këtë çështje me të? Përgjigje me siguri që po. Pyetje. A shfaqi ndonjë interes zoti Thaçi për të zbuluar çfarë u ka ndodhur këtyre personave të zhdukur? Përgjigje. Për të përgjigjur kësaj pyetje kaq të rëndësishme, më duhet të them se unë kam biseduar shumë herë me zotin Thaçi për kohë të gjata dhe kur diskutoheshin temat të tilla, unë bëja atë që prisnin amerikanët prej përfaqësuesit të tyre, të pyesja, të interesohesha për këtë tema. Të kërkoj dhe ati të interesohej për këtë çështje. Dhe përshtypja ime është që ai është përpjekur të bëjë diçka. Megjithatë, sikur se u thash dje, unë nuk jam qenë hetues, as prokuror, as përfaqësues të drejtave të njerëzit. Kështu që unë nuk mund t'i thoja që kemi dëgjuar për aq rast. Më thuaj çfarë di për këtë çështje? Ju lutem, më jep të gjitha hollësitë që ke dhe çfarë do të zbulosh për këtë dhe të lutem më raporto për një muaj. Këtu po flasim në një situatë lufte, pra përgjigja është jo. Faleminderit, kaq pyetje kisha. All right, we'll start with Në rregull, prokuroria ka pyetje që burojnë prej pyetjeve të gjykatësve? Paç jo. Jo, në fakt do të kisha filluar me mbrojtjen. Pas 2 vitesh e gjysmë më janë fiksuar disa mënyra fikse tani. Faleminderit Mishetić, faleminderit. Mirëmëngjes zoti Rubin. Shpresoj që kjo është hera e fundit që po ju bëj pyetje. Përgjigje, faleminderit për këtë. Me siguri të bëhet qefi ta dëgjosh këtë. Pyetje, sikur se u thash dje, pyetjet e mia mbështeten në pyetjet që ju kanë bërë gjykatësit. Do përpiqem mos dal jashtë objektit të pyetjeve të tyre. Përgjigje, faleminderit. Pyetje. Do fokusojmë të pyetjet e gjykatësit Barte, që është gjykatësi i parë që bëri pyetje dje. Ishte një pyetje që bëri gjykatësi Barte, si keni dëgjuar ju apo keni dëgjuar që zoti Thaçi ishte kërcënuar në Rambuje. Ju kujtohet kjo pyetje? Përgjigje po. Pyetje, do të vendos në ekran. Më duket se ju thatë që mund t'ua kishte thënë dikush nga delegacioni i SBA-s, po nuk ju kujtoj se kush. Kështu përgjigje po. Pyetje. Shohim në ekran materialin DHT 04 0148101482. Zoti Rubin, ky është një libër i kështuar nga ambasadori Hill. E kemi të qartë për shtypjen tuaj për ambasadorin Hall? Nuk është nevoja ta diskutojmë atë, po thjesht dua t'ju pyes nëse pajtoheni lidhur me diçka që ka shkruar ai në këtë libër.
or whether it refreshes. Ose mbase mund të shërbej dhe për të rifreskuar kujtesën. While that's being pulled up. Kur që presim dokumentin, mund t'ju pyes nëse ambasadori Hill ka qenë antar i delegacionit në Rambuje? Përgjigje po, një prej drejtuesve kryesor madje. Ky është ballina e librit që ka botuar ai. Shkojmë në faqen tjetër në këtë libër. Paragrafi i dytë thuhet disa ditë para pushimit që do të kishim pas 2 javësh në këtë proces, Thaçi na shqetësoi sepse u largua nga konferenca më 18 shkurt dhe u kthye 2 ditë më pas me kërkesa edhe më të ashpra. Asnjëherë nuk na tha se ku shkoi, ndonse ne dyshonim se ai kishte shkuar të takonte Adem Demaçin, e drejtuesin politik të vetë emëruar të UÇK-s, i cili kishte refuzuar të merrte pjesë në Rambuje. Për muaj të tërë, Demaçi kishte bërë deklarata të forta në shtyp në Prishtinë, kështu që serbët asnjëherë nuk ndërhyn me të. Kaq kontribut kishte ai. Sepse sipas tyre UÇK-ja ishte thjesht një grup radikal të çmendur. Pse nuk e kuptoni, pse nuk pajtoni me këtë, pyeta Thaçi, që nuk e kuptonte vërtet sa pasoja të rënda të kishte kjo për kosovarët. Ai më tha, ti s'po e kupton. Nëse unë pajtohem me këtë, unë do kthehem dhe do më vrasin. Zoti Rubin. Kjo që ka thënë ambasadori Hill, a ju ndihmon me kujtesën tuaj kur thatë që dikujt i ka treguar zoti Thaçi që e kanë kërcënuar, kujt mund t'i ketë thënë pra? Përgjigje. Atëherë më mendoj që ja ka thënë Chris Hill këtë, po ka të ngjarë që Chris Hill t'ja ka thënë zonjës zotit O'Brien, që ka qenë një nga shokët e mi, dhe O'Brien dhe ata kanë qenë shumë të afërt me njëri tjetrin. Kështu që këtë mendoj se kështu e ka mësuar unë. Faleminderit. Kërkoj pranimin e materialit në fjalë. Ka kundërshtime nga ZPS-ja? Jo. Materiali DHT 01481, DHT 01482 pranohet. Sekretarja, materiali do të marrë numrin e provës 1D371. Faleminderit. Zoti Rubin. Gjykatësi Barti u bëri pyetje dje, por dhe gjykatësi Gaynor sot, lidhur me bisedat që keni pasur me zotin Thaçi pas luftës. Pse takon temës që duhet përpiqej më shumë apo jo, ju kujtohet? Përgjigje po. Në rregull. Do të shohim një intervistë që i keni dhënë të programit Charlie Rose në prill të vitit 2000. Ju lutem të ndosni në ekran materialin 128-386-05. Dhe të shohim konkretisht minutën e 7, sekondën e 27. A kemi videon? Po. Just to check, it's marked confidential. Sekretarja kontrollon që është klasifikuar konfidenciale, mishet që mund të jetë publike. That they pretty much done. Po ata ju po thoni që kanë bërë kur pjesë më të madhe të atyre që pritej nga ata, që se shihet historia e lëvizjeve rebele që dorëzojnë armët, pra nuk mund të presim më shumë se çka ndodh deri tani, apo dhe gjitha aktivitetet në të cilat janë përfshirë, sa i takon akteve reale të dhunës kundër serbëve, a do duhet të shfaqsohen këto,
Rubin, në të kundërtën, ajo që po them është sa e rrallë është një lvizje rebele të dorëzojë armët kaq shpejt. Në fakt ata e bën këtë gjë. Ky ishte misioni im I dytë ishte muajin e kaluar dhe ishte shumë ndryshe, mision tjetër dhe ky ishte që një mision që sekretari Albright dhe presidenti më kishin dërguar mua dhe ambasadorin Hill nga shtëpia e bardhë në Kosovë dhe mesazhi jon ishte ndryshe kësaj radhe. Mesazhi jon për zotin Thaçi dhe Rogova dhe gjithë liderët udhëheqësit e shqiptarë të Kosovës ishte zhgënjim se ne ishim të zhgënjur me dështimin e tyre për të përdorur gjitha mundësitë e tyre dhe gjitha aftësinë e tyre për të parandaluar, pra gjithë energjinë që kishin që të parandalonin shqiptarët nga kryerja e akteve, veprimeve shpaguese, hakmarrëse kundër serbëve, por kur flasim për këtë, se sa të zhgënjur jemi dhe është e qartë se unë po dënoja këtë, ne duhet të kujtojmë se ka një dallim të madh mes shpagimit dhunës dhe dhunës organizuar si fushat e vrasjeve në masë apo zhdëbimeve në masë nga një shtet, që është ajo që Slobodan Milošević dhe regjimi I tij kishin bërë. Pra ka dhunë, ka hakmarrje shpagim që është e papranueshëm në sy tanë. Dhe unë kam shkuar atje dhe e kam dënuar atë gjë dhe e kam parë zotin Thaçi dhe zotin Rugova dhe gjithë udhëheqësit në sy dhe ju kam thënë ata që kanë punuar kaq shumë me ju për t'ju ndihmuar juve janë të zhgënjur. Pra supozimi është që me gabim apo me të drejtë dhe mund të na thoni neve është që ish pjesëtarët e UÇK-s dhe njerëzit e saj kishin mbështetur zotin Rugova. Dëgjoni, zoti Rugova kishte mbështetje të gjerë në popull. Zoti Thaçi kishte zhvilluar krijuar një parti politike dhe ishte në mesin e atyre që kishte marrur armët për të luftuar kundër serbëve dhe pra po ka një problem është më shumë problem me dhunën e organizuar në mesin e UÇK-s, por doktor Rugova dhe zoti Thaçi kishin përgjegjësi të barabartë. Doktor Rugova kishte autoritet moral në Kosovë dhe ajo që po thoja unë është dhe zoti Thaçi në mënyrë të barabartë është të përdorin çdo mundësi që kishin për të parandaluar këtë, për të parandaluar popullin që mos e bënin një gjë të tillë. Nuk është sistemi I organizuar I dhunës në mënyrën siç ishte ai Milošević dhe nëse zoti doktor Rugova dhe zoti Thaçi dhe zoti Çoçi dhe gjithë udhëheqësit përdorin çdo mundësi dhe çdo energji që kishin për ta parandaluar këtë, ata nuk përdorin çdo mundësi, ata do të dëmtonin marrëdhëniet e tyre me Shtetet e Bashkuara. Duke folur tani për zotin Hill, I cili ka shumë admirim nga populli për punën që ka bërë aty. I was just waiting for the interpretation to finish. Ishte ti vetëm po prisje që të përfundonte përkthimi. Zoti Ruben ju kujtohet që keni dhënë këtë deklaratë Charlie Rozit, përgjigje po. Pyetje, ato që keni thënë Charlie Rozit në prill 2000 ishte që pra kjo pasqyron saktësisht bisedat që keni patur me doktor Rugovën, zotin Thaçi, zotin Çoçi dhe udhëheqës tjerë shqiptarë. Përgjigje po. Dhe retrospektivisht jam I kënaqur me saktësinë e fjalëve që kam përdorur në atë kohë. Pyetje, aty keni përmendur përdorimin e gjitha mundësive për të parandaluar këto veprime dhe autoritetin moral të zotit të doktor Rugovës. I po inkurajonte ata që të përdorin ndikimin e tyre moral? Përgjigje po, dhe duhet ta shpjegoj. Gjatë bisedimet të 3 ditëve të fundit, të diskutimeve këtu, jam përpjekur të bëj një dallim me saktësisë para të një qeverie të organizuar dhe një ushtrie të organizuar dhe një shoqërie të organizuar, sepse në 10 udhëtime që kam bërë në Kosovë në ato vite, kam krijuar një përshtypje të fuqishme që 90% e këtyre njerëzve kishin qenë të shtypur për 10 vite, nuk kishin qeveri, nuk të organizuar, nuk kishin polici të organizuar, nuk kishin ushtri të organizuar, dhe ata që kishin autoritet moral,
në një shoqëri të shtypur si kjo, ishin ata që mund të kishin më ndikim për të bindur familjet individuale, të cilët kishin gjasa më të mëdha për të përfshirë në veprime hakmarrëse, të cilët kishin familje apo pjesëtar familjes që ishin vrarë, pra kishte shumë zemërim. Pra besoj që mënyra më efikase për të parandaluar dhunën hakmarrëse shpaguese ishte që këto autoritete morale të bëjnë thirrje familjeve që kishin humbur vëllezërit, motrat, familje të tëra nga vrasjet masive që të mos hakmerrshin, mos përgjigjeshin në dhunë. Dhe në këtë shoqëri, autoriteti moral është jashtëzakonisht shumë më i rëndësishëm se sa autoriteti i personave që marrin vendime ose veprime apo ndonjë fjali e shkruar në një letër. Kjo është ajo që i bën njerëzit të ndryshojnë mendjen lidhur me atë që mendojnë të bëjnë apo jo. Kjo është përvoja ime në shumë zona të luftës dhe në veçanti në këtë zonë lufte ku njerëzit befasisht gjendeshin të lirë pas vitesh e vitesh masakrash dhe vrasjesh. Me shëndet faleminderit. Kjo është ajo që mund të ndikonte tek këta njerëz dhe siç e thash, kjo është edhe pika pra që ne jemi përpjekur të përcjellim mesazhin të përcjellim tek këta udhëheqës. Pyetje, faleminderit. Në fillim të videos thuhet ajo që po them është sa e rrallë është që një lëvizje rebele të dorëzoi armët kaq shpejt, ata bën një gjë të tillë. Ky ishte misioni im i parë, misioni i dytë ishte muajin e kaluar dhe ai ishte ndryshe nga i pari. Dhe pastaj ju shpjegoni se misioni ishte me ambasadorin Hill në rajon një muaj më vonë, kjo ka qenë në prill të vitit 2000. A ju freson kjo kujtesën për lidhur me bisedimet që keni patur me zotin Thaçi? Përgjigje, e di që ka qenë rreth një muaj pas përfundimit të luftës, qershor 99. Dhe ky është misioni i dytë. Pra i pari ishte në rreth qershorit 99 dhe ky dyti në mars të vitit 2000. Administrata pak pasi u largova nga qeveria, administrata më dha detyrë mua që të shkoja në Kosovë, ku unë kisha autoritet moral dhe njerëzit më dëgjonin. Turmat më lidheshin, njerëzit më dëgjonin dhe unë doja t'ju thoja atyre që kishin një rrezik për një konflikt të ri në luginën e Preshevës. Ngrita dhe çështje që mendova ishin të dura për të ngritur paraqitur nga e kaluara, por kryesisht ajo që doja thoja aty që të mos lejojmë të ndodhe njëjta gjë në luginën e Preshevës. Dhe unë u gëzova sepse lugina e Preshevës nuk shpërthej në dhunë, ndërkohë që njerëzit prisnin që do të ndodhte. Sepse Hashim Thaçi udhëheq një partie politike, i kundërshtoi këta njerëz, ju tha që nuk duhet të krijonin dhunë politike. Pra kjo pasqyron këtë, rifreskon kujtesën time dhe është e qartë që unë kam qenë aty rreth marsit të vitit 2000, jam larguar nga qeveria amerikane me duket në maj, dhe ky ishte udhëtimi im i fundit në rajon si zyrtar i qeverisë derisa jam kthyer pastaj në administratën Biden. Dhe përsëri duhet të them që shoqëri ishte e shatruar dhe unë doja të ndihmoja ata që të bënin gjën e duhur. Pyetje, faleminderit. Mund ta heqim këtë, do t'ju bëj një pyetje lidhur me një pyetje që u bëri dje gjatë gjykatës së Barte. Dhe ju pyeti për deklaratën tuaj kur keni thënë që në Rambuje ai ishte po thuaj se do të kishte qenë tradhtar, po të kishte pajtuar, pra ka pas disa diskutime, gjykatësi u bën disa pyetje se si erdhi fjala tradhtar në deklaratën tuaj, pra në pyetjet e gjykatës së Barte. Mund të shfaqim në ekran, ju lutem tani provë materiale 1279.
This is again Ky është libri që frymëzohet nga artikulli në Financial Times që është i juaj. Dhe nëse mund të kalojmë në këtë, pra në faqen SPOE 002297721. yes. Po, ky është. Paragrafi poshtë si arritëm kompromisin. Këtu lexon fillojmë me Albright në mes. Albright u kthye në Paris me makinë për të fjetur disa orë. Atë natën shkova bërë një ecje të gjatë në këmbë me thaqen, ishte ftohtë jashtë, por ai nuk pranoi që të merrte xhaketën time. Ishte i shqetësuar, më tha që ishte në presionin e komandantëve të UÇK-s në Kosovë dhe financuesit e saj nga Europa. Ata do ta konsiderojnë atë tradhtar. Pyetja, ata do ta konsiderojnë atë tradhtar, si shkruhet në artikullin e Financial Times. A ishte kjo diçka që Zoti Thaçi tha? Zoti Thaçi tha? Pra me fjalë tjera që ishte në trysninë e komandantëve të UÇK-s në Kosovë dhe financierëve nga Europa, që ata do ta konsideronin tradhtar. A është diçka që e tha apo ju e nxorët si përfundim? Përgjigje së pari. Hera Saqe, po them që ky libër është publikuar, nuk e kam autorizuar botimin e tij dhe dua që gjykata të kuptojë që unë kam shkruar një artikull në Financial Times, pastaj dikush e ka përkthyer në shqip, pastaj është ripërkthyer në anglisht. Jam humbur shumë fjalë për atë kuptimin e këtë. Thënë këtë, nuk do të më kujtoj, po ta nuk më imagjinoj që mund ta ketë quajtur veten tradhtar. Por, mendoj që po përpiqesha të jepja një përmbledhje të problemit. Në anglisht është ajo që mund të thrasim bisedë lirë, pra që quajmë bisedë lirë. Problemi me cilin përballej ishte që të vepronte në kundërshtim me vendimet dhe veprimet dhe dëshirat e prorëve të tij apo mbështetësve të tjerë në Evropë, mbështetësve financiar dhe në rajonin e UÇK-s. Pra fjalat që kam zgjedhur bazohen në mbështetjen, në vlerësimin e asaj që ai po më thonte mua, dhe por dyshoj që kjo të ketë qenë fjalë që ai ka përdorur. Megjithatë ishte e qartë për mua që ai ishte në një presion të jashtëzakonisht të madh. Kalojmë tek një pyetje tjetër, tani ju kujtoj se jeni pyetur lidhur me fletarrestin dhe se si ju keni marrë vesh për këtë, se si keni kuptuar. Besoj që ju thatë që Zoti Thaçi ju ka thënë juve. Disa prej këtyre gjërave ngelin në kokë, kështu nuk më kujtohet se kush më ka thënë saktësisht për fletarrestin që ishte lëshuar ndaj Zotit Thaçi, jam ka thënë dikush që më ka thënë apo kam lexuar, por më duket që më ka thënë lidhur me vështirësinë në cilën situatën në cilën gjendi, se si duhet të kalonte përmes maleve kur udhëtonte të fshihej dhe se si erdhi pastaj kjo arresti, ekzistenca e fletarrestit në kokën time nuk më kujtohet sakt. Pyetje në rregull, të shfaqim tani në ekran dokumentin KSCBC 2020-06 CTF 004-5184 deri në 004-5139. If we can go to page 2, please. Nëse mund të kalojmë në faqen 2. Ky është përkthim e asaj që pretendohet të jetë fletarrestimi i lëshuar nga autoritetet serbe për Zotin Thaçi. Shikoni në ekran përgjigje po. Kalojmë në fund të faqes. Data është 2 mars 1999. Pra, në mes të konferencës së Rambujës në Paris, a është përputhet kjo me atë që kishit dëgjuar jo
lidhur me një fletarrest të lëshuar nga autoritetet serbe kundër zotit Thaçi, përgjigje po. Zoti kryetar paraqes këtë materiale për pranim në prova. Gjykatësi ka ndonjë kundërshtim? Prokurori jo. Gjykatësi KSCBC 2020 Viz 06 CITF 004584 është vetëm është ky numri i faqes 24. Mishetis nuk mund ta shoh, jo, besoj që është 25, nëse s'gaboj. Nëse mund shohim numrin e faqes 25, po. Gjykatësi faqja 25 pranohet. Sekretarja kjo do të marrë numrin e provës materiale 12372 dhe vërej që është i klasifikuar konfidencial, mishetis mund të jetë publik, gjykatësi riklasifikohet si publik. Mishetis faleminderit. Zoti Ruben, si që vërejtët më herët, juve ju bën shumë pyetje lidhur me Adem Demaçin. Do t'ju bëj edhe disa të tjera, përgjigje në rregull. Të kalojmë tek prova, tani DHT 12050 deri në DHT 12052 ET. Now, this is a Ky është raport gazete i datës 24 shkurt 1999 në një konferencë për shtyp të dhënë nga Albin Kurti, i cili në atë kohë ishte sekretari i Adem Demaçit. E shikoni këtë? Përgjigje po. Pyetja dhe titulli është asnjë vendim politik pa pëlqimin e Adem Demaçit. Kalojmë në paragrafin e 3. Aty lexon Albin Kurti thas në konferencën për shtyp të sotme se Adem Demaçi ka udhëtuar me urgjencë në Ljubljanë sot për të bërë takim me mbledhje të rëndësishme me përfaqësues të nivelit të lartë të diplomacisë dhe politikës ndërkombëtare. E dini pse Adem Demaçi apo ka keni ndonjë një ide pse Adem Demaçi u ka udhëtuar, mund të ketë udhëtuar me 24 shkurt në Ljubljana për të takuar përfaqësues ndërkombëtar? Prokurori është pyetje spekuluese sepse dëshmitari tha që nuk ka takuar kur Adem Demaçi. Gjykatësi rrëzohet, mund të përgjigjet. Po, e kuptova që ai kishte shkuar të takohej me diplomat në Sloveni dhe pastaj më vonë e kuptova këtë sepse ai në këtë rast pati edhe bisedën telefonike me zonjën Albright. Nga aty mori në kontaktin në telefon zonjën Albright. Pra ka shkuar atje për të patur bisedime diplomatike dhe kur Madeleine Albright e kontaktoi atë, më kujtohet që gjykatësi një sekond dëshmitari po gjykatësi edhe një herë zoti Rubin po përgjigjen për te pyetjes që ju është bërë. Pyetja ishte nëse e dini që ai pse po shkonte atje dhe çfarë po bënte. Mishetis faleminderit, nëse më kaloj në faqen tjetër, në fund të faqes, në përgjigje të një pyetje, zoti Kurti përgjigjet nisja e delegacionit shqiptar në Rambouillet në Francë ka qenë gest i vullnetit të mirë, tha Kurti në përgjigje të një pyetje të cilës sepse delegacioni me 15 antar shkoi në Rambouillet ndërkohë që nuk ishin autorizuar për të nënshkruar dhe shtoi se me këtë gest UÇK-ja kishte treguar se ishte e gatshme të sakrifikonte diçka vetëm që të gjente një zgjidhje për Kosovën, një shans dhe përkundër regjimit serb ishte interesuar për një zgjidhje politike. Ajo që thotua përputhet me atë që përfundimisht ju pa dhe ndodhi si përvojë në Rambouillet, pra që delegacioni shkoi atje, por thanë që nuk kishin autoritetin për të nënshkruar. Përgjigje një pjesë e antarëve të delegacionit e thanë këtë gjë është saktë, pyetje cilët antarë në veçanti, përgjigje Hashim Thaçi. Faleminderit, mishetis zoti kryetar, dorëzoj këtë për materialin në prova.
kryetari i gjykatës në një kundërshtim zoti pa që jo, gjykatësi dëhet të 12050 deri në 12052 të pranohet, sekretarja do të marrë numrin e provës materiale 12373, vërej që versioni shqip është në legal workflow, është pjesë e provës materiale, në shëti që mund të shtohet në rregull gjykatësi do të shtohet edhe për kthimi shqip. Atëherë, faleminderit zënë sekretare. Në shëti që faleminderit, zoti Rubin dje, dhe këta gjenë në transkriptin e përkohshëm para prakrat në faqen 137, 138 dhe pyetja që u bë nga zoti nga gjykatësi metro ishte dhe me sa duket apo jo, duke që e vetmja figurë që në këtë fazë të paktën, do thot pas konferencës së parë në Rambuje, dhe vetmja figurë në këtë fazë të paktën që kundërshtonte Rambujetin ishte Demaçi, apo jo, përgjigje nuk e di këtë, di atë që po lexoj, nuk e di nëse ka qenë dikush tjetër. Në shëti që në qëse mund të shfaqim në ekran tani provë materiale 1-2-5-1. Mr. Rubin, this is a different version of Zoti Ruben, ky është një version tjetër Një version tjetër i provës materiale që të tregoj gjykatësi meteorologjia është identike, po ju kujtohet që ju u promovuat para në sekretar shtetit dje. Nuk e harroj atë lehtë përgjigje, po e shihni paragrafin, po në rregull. Jam interesuar që në fakt para të unë fakt jam interesuar në paragrafin më sipër këtij, pra në rregull ku lexon Independenti, pra gazeta Independent në Londër, raportoi sot se në një ceremoni të shtunën, që ne e dim që ishte me 6 mars sepse artikulli është i datës 9 mars pra të shtunën me 6 mars, që shënonte për vjetorin e parë të vrasjes së themeluesit UÇK-s Adem Jashari nga forcat e sigurisë serbe, shefi i shtabit të UÇK-s Sulejman Selimi paralajmëroi se rebelët nuk do të pranonin kompromis. Masat e gjysmuara të pavarësi të gjysmuar janë të papranueshme përveç nëse ato çojnë në pavarësi të plotë, tha ai. A e shikoni këtë? Po e shikoj. Tani, a dini kush ishte Sulejman Selimi në atë kohë? Përgjigje, nuk mund të them që dija se kush ishte në atë kohë. Përgjigje, a dini kush ishte paraardhësi më një hershemi Agim Çekut? Jo. Pyetje, në artikull thuhet që ai ishte shefi i shtabit të UÇK-s. Dhe që po i jepte deklarata të paktën që dukeshin në aparencë që kundërshtonin çdo marrëveshje që nuk përfshinte pavarësinë. Shikoni këtë, e shoh. Tani do të shfaqim në ekran një dokument të Shteteve të Bashkuara 12310. A report of the Congressional Research Service. Are you familiar with the Congressional Research Service? Yes. Okay. If we could please go to page 17. Kjo është raporti shërbimit të hulumtimit të Kongresit. E njihni këtë, po. Këtë shërbim, po, më shëti që mund të kalojmë në faqen 17. Kjo është një kronologji e ngjarjeve përgatitur nga shërbimi i hulumtimeve të Kongresit dhe siç e shihni mban datën 2 mars. Dhe aty lexon UÇK-ja caktoi Hashim Thaqin, udhëheqës të qeverisë së përkohshme të Kosovës. Lëvizja duket në klapa se lëmën janë edhe mëtej udhëheqjen e Ibrahim Rugovas, të nesërmen Adem Demaçi dha dorëheqjen nga pozita e tij si këshilltar politik i UÇK-s. Demaçi ishte kundër marrëveshjes së Rambujes, pra që të kemi parasysh të dorëheqja ka ndodhur ose me 2 mars ose me 3 mars. Pastaj kemi një paragraf tjetër që thot ish senatori Bob Dole u takua me antar të delegacionit të shqiptarëve në Kosovë, u takua me ta në Maqedoni dhe jo në Kosovë. Dole u bëri thirrje me ngulm delegacionit shqiptar që të nënshkruajnë marrëveshjen e paqes, u bëri thirrje
duke quajtur atë si marrëveshja më e mirë e mundshme, Hashim Thaçi nuk mori pjesë në takimin në Doll, pastaj me 8 mars, pas një takimi mbledhje të gjatë me të dërguarin e Shtetet Bashkuarave Christopher Hill në Prishtinë, UÇK-ja u pajtua që të pranoj marrëveshjen e paqes së Rambujës. Do t'ju pyesja që të dy kërkoj që t'i mbani këtë data në mend. Pastaj dim që ky trup gjykues ka pranuar prova se me 5 mars, dhe kjo është P1264, do fillon me SPO 00122805, se i dërguar i posaçëm i BE-s në Kosovë, Wolfgang Petrish dhe zëvendësi i tij janë në Kikert, dhe ushuan në Kosovë dhe u takuan me udhëheqës të UÇK-s, përfshirë Sulejman Selimin, emrin e të cilit sapo ja tërkova, Rambuja, Jakub Krasniqi, Fatmir Limaj dhe Recep Selimi, me qëllim që të inkurajonin ata që të nënshkruanin marrëveshjen e Rambujës. A i dini ju pse delegacioni i BE-s është takuar me udhëheqës të lartë të UÇK-s me 5 mars, 3 ditë përpara se Adem Demaçi të jap dorëheqjen? Zoti Paqe, kundërshtim, kjo pyetje po i bëhet pyetje atij për të spekuluar lidhur me delegacionin e BE-s, pra ndërkohë që nuk bëhet fjalë as për autoritetet e Shtetit Bashkuara, nuk ka bazë për të pyetje, gjykatësi mund të i përgjigjet pyetjes. A e dini dëshmitari, jam i sigurt që e di. Mishëriqa, mund të na thoni çfarë dini ju? Përgjigje, gjatë asaj kohe me udhëheqësit e delegacionit të BE-s dhe të delegacionit të SBA-ve ishin shumë të shqetësuar për të siguruar që donin të siguroheshin që delegacioni shqiptar i Kosovës do të nënshkruante marrëveshjen e Rambujës dhe që do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme dhe e domosdoshme për ta që të udhëtonin, ishte e domosdoshme pra dhe e rëndësishme që të shkojnë atje dhe ta konfirmonin këtë gjë. Pyetje, juve ju tregua kablogrami i Shteteve të Bashkuara 25 shkurtit 99 nga gjykatësi Metro dhe ju kujtohet që kablogrami në atë kablogram raportohet apo është shënuar që zoti Krasniqi dhe zoti Rambuja thanë që ata do të kujdeseshin, do të merreshin me zotin me Demaçin. Ju kujtohet ky dokument? Përgjigje po. Tani ta të dy janë të pranishëm në mbledhjen me Sulejman Selimin, Fatmir Limaj e Recep Selimi, duke diskutuar nëse do të pranojnë apo jo marrëveshjen e Rambuje. Pyetja ime është, a keni ju ndonjë njohuri pse zoti Krasniqi dhe Rambuja kanë marrë pjesë në këtë mbledhje dhe duke qenë se zoti Hill sugjeroi në këtë kablogram të 25 shkurtit se ka qenë vetëm Adem Demaçi që ishte problematik që duhet të trajtohej, pra të merresh me ta. Përgjigje, me sa kuptoj edhe një herë këtu, unë ashtu si e kuptoj është se çështja është që të sigurohesh marrëveshje specifike që të ta nënshkruanin pra të gjithë anëtarët e delegacionit në Rambuje. Ishte pyetja akoma hapur deri në momentin që do ta nënshkruajnë atë, nuk dihej akoma dhe përpjekjet për të takuar me udhëheqësit të UÇK-s, të cilët ata që ishin më skeptik në Rambuje, kjo ishte përpjekja, dhe që tani ne shpresonim do të merrnin, do të çojnë në Kosovë ofertën tonë për përduar fuqinë ushtarake, nëse ata nuk nënshkruanin, kjo ofertë do të ndryshonte mendjen e tyre dhe qëndrimin e tyre, do t'i bënte ata më shumë të gatshëm për të pranuar dhe për të nënshkruar. Pra, gjithçka që po ndodhte, pastaj ishte për këtë qëllim, pra kjo është arsyeja sepse mund të marrë pjesë në këtë takim. Kjo është arsyeja se ne kemi dashur të takohemi me ta dhe një takim me ta nuk ishte i mjaftueshëm, vetëm një. Duhej të bëshin sa më shumë takime që të ishte e mundur, që të përgatitej dhe të sigurohej që nënshkrimi do të ndodhte. Pyetje, faleminderit, kërkoj ndjesë po e përsëris, por pyetja ime radhës është pak a shumë e njëjtë. Nëse Adem Demaçi u dha dorëheqjen me 2 mars dhe ai ishte vetmja pengesë për nënshkrimin, pse senatori Doyle udhtoi në rajon me datën 5 mars? Përgjigje, edhe këtu nuk mendoj që ka qenë vetëm një figurë që ishte arsyeja vendimtare për apo kundër nënshkrimit të marrëveshjes së Rambujës. Senatori Doyle po vepronte, ai ishte senator i nivelit të lartë republikan, por edhe pajtohej me politikat e delegacionit të Clintonit. Ai po ndihmonte që të siguronin nënshkrimin e delegacionit shqiptar, aty ku kishte mbështetje të fuqishme në komunitet. Pra, duke marrur
ai ka mbledhur është takuar me gjithë personat me të cilë duhej të takohej, është përpjekur sa më shumë që të ishte e mundur të paktën, duke u siguruar që ata do të nënshkruanin kur të vinin në Paris. Pra ishte një përpjekje gjithëpërfshirëse, diplomatike, senatorëve, imja, Christopher Hillit, të gjithëve. Pyetja ime përpara pushimit, ishte, sa po përmendet Chris Hill dhe përpjekjet diplomatike gjithëpërfshirëse të gjithanshme, dhe unë ju tregova kronologjinë në këtë ekran, me 8 mars Christopher Hill pati një takim të gjatë me UÇK, 5 apo 6 ditë pasi Adem Demaçi dha dorëheqjen. A mund të më thoni pse zoti Hill ka patur nevojë të shkojë në Prishtinë me datën 8, ndërkohë që Demaçi nuk kishte pengesa e vetme përgjigje, por përsis asnjë sa të mundur, gjithçka që i jep një përmbledhje të asaj diçka që jep një përmbledhje të asaj që thash. Kjo mund të ketë qenë arsyeja. Përgjigje, faleminderit. Mishetiç, ndoshta zoti gjykatës është koha, momenti i dur që të bëjmë pushim. Gjykatësi do të marrim një minutë pushim, 10 minuta. Dëshmitar, lutem mos flisni me askënd lidhur me dëshminë tuaj, Mishetiç. Zoti kryetar, do të më duan edhe 15 minuta për përfunduar pyetjet e mia dhe pastaj dëshmitari i radhës është i gatshëm të paraqitet gjykatësi. Faleminderit. Seanca ndërpritet deri në orën 10:10. Të gjithë në këmbë.
All rise. Sekretarja, të gjithë më këmbë. Be seated. Gjykatësi mund të uleni. Before we start, please Përpara se sa të fillojmë, do ju kërkoj të gjithëve që të mos kemi njoftim nga telefonat tuaja, se mos ketë zhurma zilesh, kështu që do ju kërkoja që të fiknit telefonat ose t'i kalonit ato në silence. Ju lutem silleni dëshmitarin në sallë. Zoti Misetish thotë që do ketë 20 minuta të tjera pyetje, ju lutem dëgjoni dëshmitar. Misetish, faleminderit për gjykatës. Në fakt, mbase kam pak kohë se sa aq. Zoti Rubin, dje gjykatësi metroi ju bërë një pyetje që kishte të bënte pak a shumë me faktin në qoftë se juve nevojitet që të shikonit urdhra dhe raportet brendshme për të kuptuar se kush ishte përgjegjës. A ju kujtohet kjo pyetje, dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje, kjo është dita e tretë e dëshmisë suaj. A ju kujtohet në qoftë se ndonkush në çdo kohë, përfshirë dhe gjatë kohës kur keni thënë dëshmi këtu, ju ka treguar një urdhër të lëshuar prej Hashim Thaçit nga krahu ushtarak i UÇK-s? Përgjigje jo, nuk kam parasnjëherë gjë të tillë. Pyetje, a ju kujtohet ndonjëherë që ndokush duke përfshirë dhe gjatë dëshmisë tuaj këtu, Is the court reporter here? transkriptuesi duket sikur nuk është në sallë. Without the court reporter, apparently. Duket sikur kemi filluar pa transkriptuesin. Life. Gjykatësi ka fikur mikrofonin, nuk e ndjekin dot përkthyesin. Shall I start again, Mr. President? Misetish, filloj dhe një nga fillimi, gjykatësi mikrofoni është i fikur. Do fillojmë dhe një herë nga e para, zot Rubens. A ju kujtohet që dje gjykatësi metroi ju bërë një pyetje ku ju sugjeroi që
Juve ju duhej që shikoni turtat e bëshëm dhe raportimin e brendshëm për të kuptuar se kush ishte përgjegjës. Ju kujtohet kjo? Përgjigje po. Pyetje, kjo është ditë e tretë e dëshmisë suaj. A ju kujtohet nëse ka pasur ndonjë person në çdo kohë përfshirë të gjatë kohës së dëshmisë tuaj, t'ju ketë treguar ndonjë urdhër të lëshuar prej Hashim Thachit për ndokënd në krahun ushtarak të UÇK-s? Përgjigje jo. Pyetje, a ju kujtohet ndonjë person në çdo kohë përfshirë të dëshminë tuaj këtu përpara trupit të gjykues, ju ketë treguar një raport që është dërguar në krahun ushtarak të UÇK-s prej Hashim Thachit? Përgjigje jo. Pyetje, a e dini se ku ka qenë Hashim Thaçi, nëse Hashim Thaçi ka qenë në Kosovë gjatë gjithë kohës në periudhën nga nëntori 98-s deri në qershor të 99-s, pra në 19 qershor të 99-s, përveç kohës kur ju keni komunikuar në mënyrë të drejtë për drejtë me të. Përgjigje, nuk kam qenë në diellin të lëvizjeve të tij, por besoj që kur kam folur me të ai ka qenë në Kosovë. Pyetje, ju keni folur me të në Rambuje? Përgjigje, po them gjatë kohës së bombardimit. Unë mendoj që gjatë asaj kohe, sigurisht e kam parë në Rambuje, kam parë në Paris dhe në Kosovë vetëm. Pyetje, nëse ai ka qenë në Kosovë për pjesën më të madhe të kohës, si do kishte ndikim kjo mbi përshtypjen tuaj që të nderuar gjykatës kundërshtoi këtë linjë pyetjesh sepse dëshmitari tha që nuk e dinte se ku ka qenë zoti Thaçi. Gjykatësi u lë bëjnë ndryshe pyetjen. Misetic, ju bën shumë pyetje lidhur me autoritetin de facto që keni pasur dëshmitar. Përgjigje, po, më kujtohet. Pyetje, në rregull. Pyetja ime është kjo. Nëse ai nuk ka qenë në Kosovë për pjesën ndërmuese të kohës, përveç bombardimit të NATO-s, a do ndryshonte kjo përshtypjen tuaj për autoritetin e zotit Thaçi sa i takon raportit të tij me krahun ushtarak të UÇK-s, apaç nuk ka bazë kjo pyetje UÇK-s? Pyetje. Një pyetje të fundit. Kjo lidhet me diçka çfarë ka thënë ambasadori Hill. Do ju tregoj një dokument dhe do ju pyes më pas nëse ju pajtoni me atë çfarë ka thënë ai. Dokumenti është DHT 09232 deri në DHT 09350. Ju lutem paraqiteni në ekran. And just to orient you, this Për të orientuar, bëhet fjalë për një intervistë të gjatë që ambasadori Hill ka dhënë në vitin 2002. Një intervistë dhënë 23 vite më përpara. Të kalojmë në faqen DHT 09230. page, just to give you an orientation. Sa për t'ju orientuar, dua t'ju them që në këtë faqe ai përshkruan periudhën midis Rambujes dhe Parisit. Pyetja që i bëhet atij nga një person që quhet Blerim Shala është kjo. Lojtari kryesor këtu ishte Thaçi. Kur keni shkuar në shtabin e UÇK-s, ju keni gjetur pak a shumë persona që kishin një humor pozitiv, apo jo? Ambasadori Hill thot, po e kam ndjerë që ka pasur një ndjesi pozitive. Por pyetja ishte se ku ishte Thaçi. Shala thot, gjatë kësaj periudhe, Hill thot, nuk e di në qoftë se ju kujtohet, por senatori Doll pyeste vazhdimisht që ku ishte Thaçi. Ata i thonin që Thaçi do kthehej në Kosovë, por në atë pikë ishte shumë e qartë për mua që Thaçi nuk ishte asnjë lloj komandanti kryesor. A pajtoheni ju me këtë çfarë ka thënë ambasadori lidhur me pozicionin e zotit Thaçi në atë kohë, pra në vitin 1999? Përgjigje, absolutisht pajtohem me të. Zoti Thaçi nuk ka qenë asnjë lloj komandanti kryesor. Edhe unë e të njëjtit mendim jam. Mirësisht nderuar kryegjykatës, do doja që dokumenti të pranohet në prova materiale. Dokumenti ka numrin DHT 09320 deri në DHT 09350. Faqja që duhet të pranohet konkretisht është DHT 09320. Gjykatësi kundërshtime, kemi kundërshtim lidhur me kontekstin. Avokati e dha kontekstin për proces verbal, por nga ana tjetër për ne është e rëndësishme që të jepet konkretisht konteksti sepse nuk e dim se çfarë lidhje ka kjo pyetje.
Misetiç, nëse doni, mund të t'i kthehem edhe faqeve më përpara, domethënë mund të kërkoj pranimin e faqeve pararendse për të dhënë më shumë kontekst. Gjykatësi në rregull. Paçën rregull dhe jemi dakord me këtë. Gjykatësi dokumenti DHT 09318 deri në 09320 pranohet në prova gjyqësore. Sekretarja do të jepet numri i provës 1D374. Gjykatësi Smith, faleminderit, mund të vazhdoni. Mirësetish, zoti Rubin, nuk kam pyetje tjera për ju. Ju falenderoj shumë për kohën që na dedikuat edhe për faktin që erdhët në Hag. Faleminderit zoti Kryegjykatës. Dixon, të nderuar gjykatës, kam dhe unë disa pyetje, disa çështje për të trajtuar me dëshmitarin. Me që kuptoj unë, siç ka qenë rasti edhe me dëshmitarët e prokurorisë, ne kemi të drejtë të bëjmë pyetje që kanë të bëjnë me pyetjet e bëra nga gjykatësit. Gjykatësi Smith, po, mund të vazhdoni, por duhet të thjesht të bëni pyetje që rrjedhin ose burojnë nga pyetjet e gjykatësve. Dixon, kam disa pyetje për ju, të lidhura me pyetjet që janë bërë dje dhe sot. Gjykatësi Metro ju bëri një pyetje për proces verbal, kjo pasqyrohet në faqen 150 të transkriptit në kohë reale. Do e përmbledh pyetjen dhe besoj që përgjigjja mund të mjaftojë me një po ose jo prej jush. Dhe në qoftë se ajo që do të them unë, duke i referuar pyetjes, nëse nuk është e plot, mund ta plotësoni ose mund ta shtilloni atë mëtej. Sipas mendimit tuaj, nuk ka pasur qeveri të përkohshme të Kosovës dhe shtab të përgjithshëm për të folur dhe të gjithë antarët pretendonin të ishin antarë të subjekteve ose të strukturave që nuk ekzistonin. Dhe ju thatë që ajo nuk ngjante asgjëje. Nuk dukej sikur kishim të bënim me një ushtri të organizuar me shtat përgjithshëm dhe për këtë arsye ishte vështirë që të merreshin armë nga perëndimi. Dhe ju thoni mëtej që kjo do ishte një gjë e duhur nga një grup i tillë për ta përshkruar veten sikur ishin më të organizuar se sa që ishin faktikisht. A ju kujtohet që jeni përgjigjur kështu pyetjes së bërë nga gjykatësi Metro dje dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje. A është e saktë, zoti Rubin, se dëshmia juaj është që personat e UÇK-s i referoheshin një shtabit përgjithshëm ose i referoheshin brigadave dhe zonave, por në fakt çështja me cilën ju haseshit dhe po trajtonit ishte në qoftë se kishte strukturat organizuara siç duhej ose siç paraqiteshin këto struktura. Ndërkohë që ju thatë që thjesht zmadhohej ose egzagerohej realiteti prej tyre. A keni thënë kështu dje dëshmitar? Rubins, po. Pyetje, tani do kaloj tek një pyetje që ju bë sot në mëngjes nga gjykatësi Gainer. Pyetja është pasuruar në faqen 8 të transkriptit në kohë reale të ditës së sotme. Nga dëshmia që keni dhënë gjatë 2 ditëve të fundit, gjykatësi Gainer thotë që ju keni arritur në përfundime të caktuara sa i takon strukturës dhe sa i takon sistemit kontrollit dhe komandës në UÇK, kryesisht për shkak të bisedave që kemi pasur me udhëheqësit e UÇK-s në Rambuje dhe si rezultat i 3 ditëve ose 72 orëve që ju keni shpenzuar në Kosovë në verë të vitit 2029. A është e vërtetë kjo? Ju thoni po. Më pas ju bëhet pyetja tjetër lidhur me dokumente që ju mund të keni parë. Unë nuk do ju bëj pyetje lidhur me dokumente se e di që është një temë sensitive. Megjithatë, më tej në dëshminë tuaj ju thoni në transkript në faqen 11 që unë isha dikush që kisha kompetenca të jashtëzakonshme të dhëna nga sekretarja Albright dhe nga presidenti. Në qoftë se unë kërkoja të merr informacion caktuar, nuk më mohoj asnjëherë informacione. Gjatë punës time, unë kam rishikuar dhe kam lexuar sa më shumë informacion sa kam pasur mundësi. A ju kujtohet kjo dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje. Tani dua që t'ju referoj paragrafin 11 të deklaratës tuaj dhe në ditën e parë të dëshmisë tuaj ju keni thënë që në 98, në 99 ju keni parë të gjitha informacionet që ju kanë ardhur përmes kablogrameve, informacion inteligjent dhe informacion nga media.
A keni thënë kështu dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje, a kam të drejtë unë të them që dëshmia juaj është që nga të gjitha përvojat tuaja në atë kohë, nga të gjitha takimet tuaja dhe me një strukturë komande vertikale, por në fakt e kundërta ishte vërtet që ishte një strukturë e pa organizuar dhe që antarët e saj thjesht egzageronin mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të saj. Përgjigje është një përmbledhje e shkëlqyer sa çfarë kam thënë. Diksa nuk kam pyetje tjera. Gjykatësi Smith, faleminderit. Dëshmitar, faleminderit që ishit me ne. Ky është fundi i dëshmisë suaj. Ju falenderojmë edhe një herë që ishit në sallë dhe nuk keni më detyrime të tjera para gjykatës. Dëshmitari, faleminderit dhe juve dhe dëshiroj të them që ka qenë privilegj për mua të jem këtu. Pavarësisht që zgjati pak si shumë, është një kënaqësi e madhe për mua dhe është një përdorim shumë i rëndësishëm i kohës time. Dhe është shumë e rëndësi për mua që isha këtu dhe ju thash mendimet e mia dhe thash dëshminë time në këtë çështje. Gjykatësi Smith, faleminderit edhe përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, faleminderit për ndihmën edhe për faktin që ishit me ne sot këtu. We'll take about a 10-minute break and then we'll be ready to... Tani do bëj një pushim për 10 minutash, pastaj do thrasim dëshmitarin e radhës. A mjafton kaq kohë? Nëse ti po. Po, besoj që dëshmitari është këtu, pra shkoj sa dëshmitari është në sallën e pritjes, nuk besoj të kemi problem që të rifillojmë për 10 minuta.